Shenja gaforës është në një energji në ullje, është nga shenjat më të ndikuara që shpreket shumë më tepër, sidomos në lidhje me shëndetin. Është edhe hëna e re që do të jetë shenja e shigjetarë do të ndikojë shumë në këtë pikë. Efikasiteti i tyre që kanë në jetë në këtë moment ose prakticiteti më të themi është shumë i dobët, sepse kanë një energji shumë të luhatur, ndërkohë që bëjnë diçka tjetër lëmë për gjysmë. Si rrjedhoj kemi kemi më tepër mundësi që gjatë gjithë kësaj jave shenja e gaforës të jetë pak e frustruar. Këshilla do të ishte që, normalisht që dhe javën e kaluar pak a shumë, që t'i marrim gjërat një nga një, në qoftë se nuk kemi energji të plot për të bërë të gjitha gjërat që na nevojiten, pak të zgjidhim ato që janë më të domosdoshme. E njëjta gjë është si për shenjat e tjera, do të jetë edhe për shenjat e gaforës, do të bëjmë patjetër sport. Kjo na ndihmon që ne të jemi më tepër në kontroll të trupit ton. Mund të jenë gjëra të lehta, nuk ka shumë rëndësi, e rëndësishme është që të bëjmë diçka, të jemi aktiv, kjo do të aktivizojë edhe të gjitha anët e tjera në jetën tonë. Për sa i përket çështjeve të karrierës dhe brenda familjes, janë dy tema që mund të jenë pak të prekura gjatë gjithë kësaj jave dhe këto mund të i kalojnë atë masën e diskutimeve dhe do të prekin shumë edhe partneritetet, sidomos ato afatgjata, gjithmonë në qoftë se nuk jemi të kontrolluar. Në qoftë se jemi të kontrolluar dhe i zgjidhim gjërat një nga një edhe këtu është të vlefshme, atëherë edhe partneritetet do të lulëzojnë, edhe marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe karriera e tyre do të lulëzojnë. Ndërkohë për shenjën radhës Luanin? Shenja e Luanit në këto momente do thot fillimet të reja nga kjo hënë e re, do thot fillimet të reja në çështje sentimentale, po ashtu ka një kreativitet vërtet shumë të lartë. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në marrëdhëniet shoqërore, kemi një ndikim shumë të fuqishëm këto momente, por kemi problemin vërtet të rëndësishëm që në këto gjatë gjithë kësaj jave dielli që është drejtuesi së shenjës së Luanit do të ketë këndë negative, prandaj mund të ketë një farë mjegullimi brenda vetes dhe energji mund ta shpërdorej në vende ku nuk i nevojitet. Si rrjedhoj, këshilla do të jetë normalisht që të jemi më të programuar dhe mbi të gjitha duke qenë se do të thotë fillimet të reja, do thotë që diçka në jetën e tyre do të mbarojë në mënyrë të lej vendin diçka të re. Që ta zgjedhim vetë është gjëja më e mirë, detyrimisht, prandaj do të jemi shumë të vetëdijshëm, të vëzhgojmë mirë deri ditën e shtunë se çfarë nuk funksionon në jetën tonë. Tu është e vlefshme si për lidhje sentimentale, sepse kjo është një nga temat më të prekura, po ashtu edhe për krijimin e burimeve të ardhurave materiale. Stabiliteti brenda shtëpisë është një nga temat më të rëndësishme të muajit dhjetor, prandaj dhe kjo është një nga temat që do ta prek shumë shenjën e Luanit gjithë kësaj jave. Kjo do thotë që të gjitha problemet që ekzistojnë brenda shtëpisë, banesës, familjes do të dalin në skenë, si rrjedhoj kjo mund të prek pak edhe karrierën, sepse do të jemi shumë të lodhur nga gjitha këto debate ndoshta që do të bëjmë. Por përipërsisht, kontrolli është shumë i rëndësishëm, të jemi të programuar ka shumë rëndësi dhe të mos bijem pre edhe e vartësive, këtu nuk është e thënë thjesht për lënë narkotike, këtu bëhet fjalë edhe për të mos qëndruar shumë në zonën e komfortit. Virgjëresha? Shenja e Virgjëreshës, duke filluar nga dita e sotme, do të ketë ndikime shumë pozitive. Hëna e re ka një ndikim pak të përzier, duke qenë se është tek shenja e shigjetarit prek shumë çështjet familjare. Sidomos nëse kanë qenë problematike deri në këtë moment, do të ndijmë edhe më tepër. Shenja e Vegjës është një nga shenjat e cila, nëse se e merr jetën e saj në dorë, e kontrollon pra, kemi shumë më tepër aftësi që të krijojmë jetën që ne dëshirojmë, të krijojmë të ardhmë materiale të mira, të marrim vlerësimin që ne meritojmë, sipërsa përket bashkëpunimeve që mund të kemi bërë deri në këtë moment, po ashtu edhe për të krijuar bashkëpunime të reja, gjithsesi krijimet të reja ose për të filluar një investim të ri gjatë kësaj jave nuk është shumë e këshillueshme, por mund të studiojmë mirë elementet që kemi aktualisht në dorë. Një gjë tjetër që do të këshilloj shumë shenjës së Virgjeshës do të jetë shëndeti, është një nga temat që mund të jetë pak më të prekura. Kjo nuk është shumë negative, thjesht do të jemi të kujdesshëm sepse energjia jonë mund të shpërdoret shumë dhe si rrjedhoj mund të kemi imunitet pak më të ulët. Pikat ku do të preken më tepër, si gjithmonë shenja e Virgjeshës, preket shumë më tepër tek sistemi i tretës dhe duke qenë se në këto momente mund të kemi viroza të cilat prekin këtë temë, do ta ndjejmë më tepër. Për sa i përket çështjeve sentimentale, është një ndër periudhat më pozitive për ta. Do të fillojmë që ta ndjejmë duke filluar nga bazita e ditës së sotme dhe do ta ndjejmë edhe gjatë gjithë muajit në vazhdim, pra 30 ditët në vazhdim. Do të jemi vërtet shumë pozitiv në lidhje me këtë temë, edhe për të filluar lidhje të re, edhe për të rregulluar marrëdhëniet aktuale. Duke qenë se kemi një kreativitet të lartë, detyrimisht kjo mund të përkthehet në anë pozitive ose më them në jetë pozitive shumë në të gjitha aspektet.